Në Luk, ftuan burrat më të njohur të rrafshit të Dukagjinit për të përuruar odën e burrave të familjes Memaj. Në një intervistë për Radio Televizionin Fontana, Bekimi, djali i Adem Memaj, tha se odën e ka ndërtuar në nderim të babait të tyre që nuk jeton më. Jemi sonte mysafir Luk. Luka e qëndresës historike, Luka verave të Luks, Luka burrave të mirë, Luka e dervishas, Luka e Dëmushnezirit, Luka e dhjetra njerëzve të tjerë, të cilët kanë lënë nam dhe kanë lënë gjurmë në të gjitha sferat e jetës, qoftë me pushk, qoftë me pend, qoftë edhe me qifteli. Jemi këtu në trollin e Memaj. Jemi në trollin e Adem Memajt. Sonte këta e përurojnë një odë burrash, dhe me qenë se thirrët odë burrash, kanë ftu burra të përzgjedhur të kësaj pjese të rrafshit të Dukagjinit. Kanë vendosur se sonte së bashku ta kalojnë një natë të mirë, të këndojnë, të kënaqen e të argëtohen. Dhe arsyeja është se djemtë e Ademit për hir të babës së tyre, pra për hir të Ademit, i cili ka vite që ka ndru jetë, për shpirtin e tij, për qefin e tij, për ta përkujtuar atë, e kanë marru enkas për te këtë odë burrash. Apo na prezantohesh cili je ti? Unë jam Bekimi, djali i dytë i Ademit. Jetojmë në Gërbet, e kemi bërë për hir të prindit që na ka vdekur se 30 vite. Këtu kemi bërë një natë mirë, kemi thirrë nga shokët, miqësit, vllaznia, veç mi bërë një natë mirë. Për hir të babës. Për hir të babës edhe për hir ti e keni marru edhe këto të burrash. Po, ashtu kena bërë. A doni me shfrytzu, a veç e keni marru? Jo, e kena marru për me shfrytzu. Po. Ja, dhe për çdo vit do me bëj kështu anhengje. Doni me bëj tradicionale. Po, tradicionale. Për çdo vjet. Po. Me thirr krejt miqtë dhe dashamit. Po, rrethin e ngushtë, për shembull meqasin, vllaznin. Ashtu. A keni thirr dikon prej shokëve të babës, prej... Po, kemi edhe prej shokëve të babës kemi. Gjeneratës ti... Po, kena edhe prej gjeneratës. Po. Ju jeni në Perëndim? Po, jetoj në Zvicër, mas lufte kam dalë atje. Mas lufte. Po. 4 vllazni jemi jashtë, një ashtu. 3 jeni jashtë, një. 4 jemi jashtë. A 4 jeni jashtë. Shumë bukur. A vini shpesh në Kosovë? Po, zakonisht unë po. Po. A keni investu këtu diçka kështu? Po, kena këtu Shpinë po shumë e mirë, shtallën, po zllomin, po. Këtu kena ndërtu, kena mirë ballë, kena bo oborën këto gjana tjera perfekt kena bo. Mirë. Au vinë familja, au vinë fëmija, kanë qef? Po, kom djalin ka qef shumë me ardhe. Edhe është mas gjyshës vetë edhe me vllazni, është shumë... I lidhur, a? është i lidhur me ta. Ja kem për 3 babin. Emrin e babit, ja keni vu emrin Adem. E gëzoft. Edhe shumë djali, mi është mësimi, mi është, gjeshashën rritë. Nuk jam peshvan se këmë të në emrin. Bravo të qoftë. Mirë, a vini shpesh në Kosovë? Po, zakonisht po. Vini? Po. Për pushime, verës, dimrit? Po, verës edhe dimrit jemi. Kur vini dimrit, a preni posterma? Për çdo vita. Për çdo vit. Për çdo vit, tash që kom bërë odën edhe më mirë kemi. Tash ki kushtet më të mira. Po, kushtet janë më të mira. Oda me nxemje, komoditet i mirë, ujë brenda, nyjet sanitare, banjo krejt. Domethënë kjo ndryshon për atyne kullave të vjetra të Memaj. Po. Po, ndryshon se tash teknologjia, tash ndërtimet e reja kanë bërë vetën. Shumë bukur. Për ndryshe ju keni pas atë kullën tradicionale ma poshtë, atë në qendër të fshatit. Po, shpinë që mi konë përpari, mi konë në kullë vjetë, atje në lukë për mi bli. Atje tash normal, që tonë njerës që dahën, edhe na e kemë pas hise këtu. Shumë bukur. Mirë, e gëzofshi. Faleminderit, mirë se keni ardhur dhe ju. Mirë se kemi gjithë. Më sarë më në thirë ndarë për stermës. Pa tjetër. Inshallah kemë në najsan tjetër, nëj fejesa, nëj... A inshallah, ato edhe ma me gzim, Mirë se keni ardhur. Me gëzofshi.
e trashëgofshi, e trashëgoft Ademi i ri, Faleminderit. edhe gjithë të tjerët. Me gjithë doaxhi. Shumë faleminderit. Me të mirë. Muj Mema, një humanist i dalluar në aksionet radio televizionit të Fontanës, theksoi se ndihet i lumtur dhe krenar që djemtë e Ademit me anë të kësaj ode i kanë dërguar atij amanetin në vend. E kemi këtu edhe një bashkëdhetar, përndryshe është mik i mirë radio televizionit Fontana, po e veçanta që e dallon Muj Memën është që ka shpirt human. Dhe në aksionet që saher i kemi organizu, emri Muj Memës ka qenë i pa në shkalufshëm. Kështu që Muja ka ardhur në pushime mas sa vitesh për herë të parë me prit vitin e ri në Kosovë. Muj qyshje. Mirë, mirë, përgjithësi nuk jem tjetë. Sa vjetë më thes ke prit vit të ri në Kosovë? Mas 37 viteve të zeq, 37 vite. I presim me vazëj, me gjithë Po, bashkëdhetarët, kështu e jeta. ke ardhur me familje? Jo, tash vinë. Tash vinë, Po, ta vinë. Krejt vinë para vitit të ri për herë Dhe më thonë, për herë Po, të parë, për herë keni parë, vendos komplet, vitin e po. ri me prit bashkë. Mirë, Me familjen Kosovë, me familjen Zvicër, gjithë me vlla, me krejt, me motër, me gjithë. Zimi maj madhe. Jo në Bacazec, ishtë besoj nesër, i kemi zgjedhur, besoj edhe një gzim edhe maj madhë. edhe maj madh. Edhe maj madhë. E kom shpresën, Inshallah. besojmë ka do shpresat m'llo Sokola Lili. Ja, Sokoli është pozitiv, shumë njeri pozitiv. Kom respektin Mirë. A Bacazec. ki ishë pushim muj? I kemi një jo në ditë. Një jo. Ka ki vendos mi kalu këto pushime? A dënë me dalë me vizitu kërë? A dënë Po, ka pak, tana ka ki pak. lake këtu? Po. Për ndryshe gjitha. ti vjen kështu. Po, vers vim, Vers. lirë, vjers. Kur kemi ko, po jo, dimit Jo. e kemi, ashtu e kemi kontratën me... Po, me firmën Me atje ku firmën punoni atje. se s'mvaret për juve. Ja. Nuk mvaret për juve. Unë 36 vite, Bacazec punoj në fabrikë Koburdo, që 36 vite njëjtin. 2 vjetë kom punu në ndërtim të ri, Po. 36 vite punoj në fabrikë Koburdo. Po. 6 vjetë e kom prodhu vetë, 30 vjetë jam shofer. 6 vjetë e ki E ki prodhu prodhu vetë Kopurdën, vetë tani jam pse po s'vazhdove? Ja, së është punë shumë e rëndë, se atër ka qenë mekanik, nuk ka konë kjo teknike sodi. S'ka konë kjo Ja, krejtë të teknologi. deshtë me dorë. dorë, me Krejt me dorë. gjithë shka me dorë. Gjithë shka me i mush ato plena me dorë, jenë konë manuel, jenë konë atë thasë, është interesant. Ku do të vishë, në Zvicër do të vizitojsh atë fabrikë, por fabrikë i ka në 86 punëtorë. Kom pas rast me pa dikun, ishtë zjeje shumë interesant. Shumë është interesant për Shumë të është interesant. besmi po kur kom fillu une, ka qenë e vogële, ka qenë një përnon, kem qenë 4 punëtorë, sot i ka 86 punëtorë. Ti je shofer aty? Po, shofer jam që 30 vite. A je gati pensionit muj? Ofër, po kemi problem pak me ditëlindje. Po, a? Po, kemi ditëlindje gabim. Je i shkru ma 2 herë. vjetë ma vonë jam i shënu. A ma vonë? Ma vonë 2 vjetë. Dhe më thonë duhet më punu dhe 2 2 vjetë ma vjetë ma shumë, unë e shumë. marrë 67 vjetë. Unë vitin si vjen pejnë, jetë i bojt 60 vjetë. Po, 58 me letë. Mirë. Po jetë Si është. do qofti bëfsh 100 vjetë. Lumë të goja me gjithë, e me gjithë. Ajde muj me ma mirë se ke ardhë. Respekt. Kalo mirë, knaqu. Urime besoj nesër një gzim më të madhë. Do Inshallah. fiton dhe keja, do të Kosova, do fiton gjithë të mirat, i popullit do t'ja këfen. Shumë Zimi ma i faleminderit madh muj për me atë ma. arsye është. Shumë faleminderit. Respekt. Urime e gëzuar këtë Faleminderit edhe ju ashtu me familje, me gjithë, me bashkëdhetarët, me gjithë, me këtë vllazni këtu, me Shumë- krejt. shumë faleminderit. Bekimi është një djalë shumë me gjithë vllazën, ka pas një bab të atashëm. Papëm, edhe ja qunë, Amanetin edhe dëshirën, amanetin e edhe dëshirën dëshirën vetë. Basadem. Po. Ai ka qenë një Kemi joftë mirë Ademin, je shumë, rritë me shumë, to, shumë. je... Shumë mirë, ai ka qenë një shumë i dashur. Shumë i dashur. Shumë i dashur. A një mirë që një fëmija ti dhe familja nuk e kanë Ajo haru? është kënaqësia më e madhe. Edhe ja kishin për 3 emre.
Shumë tanat mirët e kanë bërë, dhe janë shumë djemë punëtorë, janë shumë djemë tafë të tjerë. Nuk i kanë arru zakonet e babsa, vetëm të këta. Ajo është knajësia më e madhe, kur vazhdojnë traditën e babës, është knajësi. Muj me bashkë me neve, e falenderojmë shumë edhe i dëshirojmë qëndrim të Faleminderit shumë faleminderit. Ashtu si që do tradita, musafirët u pritën me trojez të shtruar me ushqime tradicionale. Valdet Ganiaj nga Joniku, në një intervist për Radio Televizionin Fontana, tregoi më shumë se si e rueti dhe e trashëgoi nga babai traditën si kuzhinier dhe embelsiren që quhet qyshkek. Ç'është përgatitur kjo qyshkek? Do më thonë, tash është përgatitur dhe bukur, ka zanat se unë jam brezi 2 në këtë profesion, djali që ka këtu brezi 3, punojmë traditë kem. Ju e keni traditë, më thonë? Po, qëto, i dim krejt, me maru gjellë e krejt. Po, e keni specialitet? Po, kush ta lyp, ka nisë mu në zhdukje, po e lyp ka dikush është. Ç'është përgatitur për shembull, a merr kohë kjo? Po, duhet ka dalë, mes mu guta, vëdin ka dalë duhet. Me çka marrohet? Me gron, shiqer, ato sanët. Ti e ke trashëguar zanatin prej? Pej babe. Pej babës. Po. Ai edhe se atëherë po Kuzhinier do më thonë, ai kuzhinier para 6-7 vjet, atëherë çështu e tash djali e çështu. Do më thonë kom kuzhinier edhe që ka shërbyer në përvoda. Po, në përdasma, në përdeke, në përkrejt. Edhe atëherë e ka. Atëherë përdor ma shumë tash ma rrallë, po fort mirë. Ndërsa atmosferën e hijeshuan rapsodët me këngët e tyre patriotike që madhështuan dhe përuruan këtë udhë të re. Ti
Polon besa kurës ka me pije.
Për sonte, jeni të lirë me këtu çka keni qef. Edhe kur ma të sigurt nuk vini punë. Qelena e keni i stiqin e isa buletinit. Qaturën qelena e keni carabejnë e kamelioshit. Qaturën qelena ka o gjaki e keni pozhajnë e demalis. Qelen mund tepën në deqanin e sali rus. Jeni luk tepër, luk dervishas. E dhe mushtë në zjerë. Po, përsha zjetë. Këndoni ka të kini qenë ndashin shmuet, ndashin tjafë. Falimin e si njërë, e ty në sot të dosh breshe. E glojoni për ro. Goja të lumë. Ne njështë. Goja të lumë. Se rotla. Jo, këto nuk e ki me rotla, ki me filozofi. Gjërat I faleminderes zotëtar Bërgjë. Këtë punë që ke bo, muna me thonë që me vitet e tëra nuk kanë mundësi plot për neve me bo. Edhe nuk kanë vullnet se mundësi kanë. Po, ti tash me pak me filozofi. Po, edhe ti faleminderes mas parti që I ki bashku vllazni. E dyta faleminderes për te si ki bashku dojë mi pa. S'ko ka nërë kërë, kërëjt I ki synor kërë.
Të tërë më në thejë goma? Ja, më në pro kretë e rënë, mësë në vetë gjysa, kretë u i goma. Une, këtë najtë sontit, pa hidrëm se qërë qetajt kanë historinë veti. Ti mund është më shku 100 libra, 1000 libra, po qetajt kanë historinë veti. Ata që përtoj mi lidu 1000 faqe, vesh dhe ta lypin aty në Google, një kom qetaj, po të bëhet 5 minuta, 1000 faqe i të lidu. Edhe mund është me një gupe i ty. Une për hirë të respektit, edhe për nderin tanë, edhe për nderin e ty në burrav, une e kam një kong 1 minutë për mikë. 5 minuta. Pa muzikë. Pa muzikë. Ej, u malët larta dhe vigane, shumë kujtime në vendin tim, shekujt vuajtjet na kanë lënduar, për këtë truan shqiptar, sa më lartë qërojmë bile, unë ju dua malet të mia, të kaluaren e Ri
Sim.